Selamu alaikum të dashur mjeshtër të ris. Mirë se po takohemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën tonë dhe tuajin të nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi. Emisioni Rruga e Ndriçuar përveç pranë kanalit të RTI-s mund ta ndiqni dhe në rrjetet sociale, Facebook, YouTube të hoxhës profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuam, selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa humbur kohë, fillojmë të lexojmë disa pyetje të cilat na kanë arritur në redaksi. Pyetja e parë është: a përmendet dimni në Kur'an apo në sunetet e pejgamberit alayhis salam? A mund pik vera që pyetje për dimnin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ne do të kemi parasysh kur flasim për gjithë përfshirjen e argumenteve koranore dhe haditheve profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam të gjitha gjërave, do të kemi parasysh disa çështje. E para, Allahu i madhruar ka thënë në Kur'an ma farratna fil kitabi min shay. Asgjë nuk kemi lënë pa cekur në kitab, në Kur'an. Nga ky kontekst, kur thonë njerëzit, ulemat, po edhe musliman të thjesht, se çdo gjë është e cekur në Kur'an, nga ky kontekst kanë të drejtë. Në anën tjetër, e burimi i dytë është edhe hadithi, sepse hadithi shpjegon Kur'anin. Në anën tjetër, Kur'ani dhe hadithi, që kanë thënë shumë ulema të vjetër, numre ajeteve koranore, numre hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a janë të përkufizuara? Këto janë 6600 e kaq ajete, varësisht prej numrit që shënëmërojnë njerëzit, se nuk janë konsensus të gjithë ulemat e historianët se sa ajete janë, sepse kanë nërë bashkojnë 2 ajete bashkë, kanë nërë 2 ajete lexojnë ajet, kanë nërë 2, kanë nërë 3, kupton? Janë konsensus se Koran, por se ajete nuk janë konsensus. Pra, 6600 e kaq ajete dhe kaq hadithe, e që hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk arrin ta kalojnë shifrën 100.000-ve. Nuk arrin ta kalojnë shifrën 100.000-ve. Tjetër është hadithe përsëritura, transmetime të ndryshme, gjurmë, sahabëve, të selefe, fetfatyne, ato dalin, shkojnë deri në 1 milion. Ato shkojnë deri në 1 milion. Kur ka thënë Imam Ahmedi, rahmetullah alaihi, tash mos dal për temës, por pak një hori, masive që se du me të përcjellë në mesazh, mas se pyeta për këtë pyetje. Që se pritën fakt që pik verës me në pyet për dim, për nesër është drejtë e tyne. Kur ka thënë Imam Ahmedi, Allah e pas mëshiruar, se musnedin e tina, librin e tij të haditheve, e ka shënuar prej 600.000 haditheve. Ma gjë ka thonë se i di 1 milion hadithe për mensh. Dënë sa 1 milion hadithe. Imam Bukhariu, në hyrje cek, në koment të sahihu të ti, se këto hadithe 7.000 kaq që kam përzgjedhur në sahihun tim, në këtë koleksion, i kam përzgjedhur për 600.000 haditheve. E ku janë të 600.000? Ku janë 1 milion? Pra Imam Dhahabiu, Allah e pas mëshiruar, i përmbledh këto transmetime, edhe thot në fund se kur fjala e Imam Ahmedit është sakt, Imam Ahmedi nuk ran. Mashallah nuk ran Imam Ahmedi. Më kallën të në andë, më dalë flaka nuk ran. As exageron. Imam Bukhariu nuk ran. 4 anë, më dalë flaka, këse një Imam Bukhariu nuk ran. Estakfarullah, zat më sebir. Ajo ka nuri dritë. Zotit në tokë. Ta kanë të drejtë, është ashtu. Por qëllimi i tyre është transmetimet
të pejgamberit, me përsëritje, transmetime të për shembull një hadith ki 6-7 transmetime Buhari ibn Abbas filani, me transmetime të ndryshme, fjalë të sahabëve, fatva të sahabëve, fjalë të tabinëve, të selefëve, dalin gjaq. Pa dashme po tim. Po kjo si një hëri e mirë për ata që duan ta dinë parafërsisht. Se janë hadith të ajetet dhe se është e vërtetë çdo gjë që është në Koran. Pra, numri i haditheve dhe ajeteve është e përkufizuar. Mirë. A është logjike, a është e kapshme që numri i diçkave që është e përkufizuar në njërin anë të përmbledh, të përfshi numrin e ndodhive, të ngjarjeve, të cilat ndodhin për çdo ditë në këtë dynja deri në kiamet, që janë pa numër ta. Këto të përkufizuara, me përfshi diçka që janë të pak përkufizuara, nuk është e mundshme. Për ata në shariat islam ka rregullat e përgjithshme. Tash është forma tjetër që i gjojnë ato sane të reja. Ne s'na ikin ato. S'po na ikin. Nuk ka diçka që ndodh këtë gjithësi. Nuk ka diçka që ndodh për përsëris, dhe që do të ndodh në të ardhme deri në kiamet, e që nuk ka gjën e venin fe. Kjo është din. Nuk është dini veç xhami, nuk është dini veç namaz, nuk është dini veç qysh më falish me agjëru. Kjo është din. Pra, fjallë Allahot ma, farrotna fil kitabi min shej, nuk kemi lanë asgjë pasjeku në Koran, haq, subhanahu wa ta'ala. O mënyrë direkte, o mënyrë indirekte, kuptim të përgjithshëm, kuptim të veçantë, duhet paqare me përfshi feja, kuptim më të përgjithshëm, burimet shariatike, me përfshi e çdo ndodhi, e risi, e cila ndodh deri në kiamet. Po nuk ja kushtozon veti burimet shariatike, të fillu pe Koran, nuk ja kushtozon veti me cek me emën çdo gjë, si fjala vije borën e filanë ku diun jo, nuk e kushtozon. Nuk ja bë kusht. Ani pse bora është e cekur në mënyrë indirekte. Është e cekur edhe xhehenami i ngrirë, i ftoft në mënyrë indirekte, por jo në mënyrë direkte. Në mënyrë direkte është e cekur xhehenami zjarr. Nar, zjarr, 10 herë në Koran. Po është e cekur edhe akulli, të ftoftit. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Lezën komentar këtij ajeti koranor, shoh çfarë kanë thënë ulemat. Xhehenami nxehtë, xhehenami ftoft. Se në xhenet nuk ka akull, nuk ka të ftoft. Dhe se në hadith xhehenam litë, kalojnë për atjet, këndej, e për këndejt, kalojnë atje. Lypin, kur është për vapës ma, lypë vesh një qasnë me pas, më fladit, më fresku, dhe qohen, dërgohen xhehenamin e akull të ngrirë, dhe dënimit halema e ranë se sa, tani, kur e kupton njeri u shkencen, se i ftafti duket normal, ku normal në sytu dhe vapa normal në sytu në kushtet tua normale, por vapa din me qenë 100, 1000, 10.000, 100.000. Vapa din me qenë. Ftaftit din me qenë -1, -10, -50, -100, -500. Këndëgju për metalin e Zotit se sa është i ftaft, dhe se shkenca përdor me zhduk, me dezinfektu gjëra, që përdor me nxehtësi edhe me të ftaft. Subhanallah. Andaj në fetë tonë ka diçka që nuk është e cekur, që shpërfshihet, o dërpërzërejtë o mënyrë indirekte. Sa zgjatëm, në bëne Allah. Po. Kemi telefonat në bëjnë me di. Alo, salamu alaikum. Aleikum salam. Keni pyetje për hoxhën? Po. Nani?
Besoj që keni pa këtë lajmin që ndodhi një arrestim sot në Kosovë, ku prokuroria e Kosovës e arrestoi një burr i cili po dyshohet se ka ba shpionazh te bija e Serbisë. A ka mundësi hoxha 2-3 fjalë më na kallëzohet çka janë këta njerëz që s'kan të bëjë këta kurrë me Islamin, veç pe një llosin Islamin si lloj munafika, apo çka është puna e tyre? Pak me njoftu publikun se çka janë këta njerëz kështu. Allah që përbleft. Allah është vëleft. Ta që vini përgjithën për hoxha. Kemi ndëgjuar kjo jo sot, kjo ka ndodhur që 2-3 ditë, me 6, kur ka qenë 6, 2-3 ditë, apo? Para fërses, për di kur ka. Mërën 2-3 ditë ka ndodhur, 2-3 ditë, se mërësia data. Dhe ka qenë pak a shumë në për media, e sot ka qenë më në detaje. Ma dhe sa dë kem pa dhe figurën e ati personi për tëre sa më herë të se kom pa. Se dhe që tjetë. Unë mendoj se rasti i tillë është për të shqetësuar në disa kënde, për në disa pika. Andaj më lejeni që të them disa fjalë rreth rastet të tillë gjithmonë. Ne ruajmë të drejtën tonë, pa e përmend njerëzit me emër, dhe pa e prekë dinjitetin e askujt personalisht, përderisa të vërtetohet pa asnjë pikë dyshimi se filani ka bërë këtë. Sepse është parimi joni fetar. Dhe ne qëndrojmë besnik parimeve tona fetare. Ne qëndrojmë besnik parimeve tona fetare. Ka thënë Allahu Azza wa Jall lidhe me këtë që mos mungu të Ja ehledhina amanu in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum bihi nadimin. Nëse vjen dikush me ndonjë lajm, vërtetojeni një herë. Mos e gotni me gjiku para se me vërtetu. Tamam. Po do më thonë, kjo është fillim të rast është fillim. Rast është fillim. Ka lëzu me vëmendje. Dhe thash jemi prekon thellë. Andaj, lejoni të them disa fjalë, por të përgjithshme letjen. Letjen përgjithshme. Mendoj se këtu në disa pika, dhe isha ne një ka një, 1, 2, 3, 4, 5. Pika e parë. Jam i bindun, besoj që dhe ti e bindun, dhe shumica dërmuese këtyre dëgjuesve, s'po them absolute sepse janë të rije, janë njerëz pa përvojë, por shumica tyne janë të bindur bashkë me ne se shqiptarët kanë qenë shpion të serbëve, apo serbët kanë pasur shqiptarët, kanë pasur shpionat vetë brenda popullatës shqiptare, qysh në kohën Osmanlive, që kur e kanë marrë autonomin, kanë marrë pak fryma shlirë, kanë pasur shpiona shqiptar në kohën e Serbisë vjetër 1913 të këndej, kanë pasur shpiona shqiptar në kohën e Austro-Hungarisë 1915-18, kanë pasur shpiona shqiptar sot të dush në mbretërinë e vjetër serbo-kroate slovene deri në fillimin e luftës së dytë botërore dhe shpartallimin e asaj mbretërie. Ka pasur shpiona shqiptar në kohën e Rankovicit sot të dush. Ka pasur shpiona shqiptar në kohën e Titos sot të dush dhe me kënaqësinë më të madhe. Sa që kam një përshtypje, Zotin falë, se kur ne që adhorojmë Zotin me kënaqësi adhorojmë Allahun, e gëzohëm kur adhorojmë Zotin, gëzohëm kur e falim bajramin, e falim gjumon, e gëzohëm kur e bënë putharit, qashtu këta e në gëzu,
një pjesë e shpiuna, një pjesë e popullit që ta shpiuna, ç'është e ngëzu kur kanë arrit me atë komunistave, në Beograd atje të tjerëve, informata për popullin e vet, për vllaznin e vet, sa ka ditë, o nuk e di pikë këtu ç'a bëren duke gjën atje. Apo ç'a bën ai shkop atje. Po di ç'a bën i jam me çatë vllau, migja këshërinë çatë. Për vllaznin vet, vllaznin fes, gjakut, vllazni të një babet, një barku. Pra jo të shpiuna, por të devotshëm. Ka pas shpiuna në kohën e Miloshit. Dhe një pjesë e tyne kanë arrit të mbahen në sheft, një pjesë e tyne dhe qitin zotin shesh. Ka pas shpiuna gjatë luftës së shlirimtare. Ka pas shpiuna dhe pas luftës. Ka dhe sët. Mendoj, për përsëres, që të pikë nuk ka kush që më në lunë. E që në kupton se ky popull shpionazhin e ka në qef. Din me kanë shpiuna. Gjithmonë një numër, stakfirullah, me thonë, këtë popullë, Zotë në arrujt, gjithmonë një numër, po në 10.000 vetë një me gjetë është sa dush, po 1 milion një shpion me ta bo balë është. 1 milion! Një shpion është balë. Serbet, para se marrë këtë kohë, edhe pak, thonë ndryshën praktikë. Kush e vrajti Haxhi Zekën? Kush e shpionoi Mullaj Drexhilanin? 50 najti mbyllur në sheft. Shqiptar të shpionuan. Lezo librën e Pirakut, kallëzën qysh ka ardhur deri te zbulimi i tij. E që kur e kam lexu, në atë kohë Piraku, veç ka qenë i vdekur, e më lut me letu Zoti, jetën varrez atje, edhe kam kajt, jem kënaq të i kajt. A dhe që jem kënaq? Shtu jem të shfry, të i kajt, për atë burë të madhë. E jem këm kajt për shpionat që kanë bërë shqiptarët, e këm kajt për atë grua, zojën e shtëpis, e cila, kër e kanë lidhë i drizin me dur për mas, dhe kanë qitë në kali, gjanartë. Lëtja kanë nisë me rrjev. E aja nanë, ka dhane shilë, ka në jo bira, o bira, mos kaj, ti e borë. Dhe ka në fjallë të funit që ka thanë, jo nanë e vetë, pa nanë e jonja e nanë heroike, nanë, se nanë tona që kanë ditë me kane. Që aty në ka nana, që aty në ka ngra. Kush e shpionoj Zerpezit? Kush? Shqiptarët. Dhe dhjetra raste, e qindra raste tjera ki. Shqiptarët kanë ditë me qenë dhe din t'jenë shpion edhe të agjensive të huaja, jo vetëm të bijes. Kam një bindje, Zotë din më së miri, çdo shtet i botës, i cili insiston me gjetë ndonjë shpion në Kosovë, ja arrin. Pe i fundit perëndimit dhe fund lindjes atje. Tash a i vyna si vyna tyna, a kanë interesa a s'kan, a duan a nuk duan e që është tyne. Por për që nuk gjojnë, gjojnë. Gjojnë të shqiptarët. Pra kje ishte e para. E dyta, Serbia si armike përbetuar e jonja. Ajo ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë armike e shqiptarit, për nga gjaku, për nga gjuha, e shqiptarit për nga dini, xhamia, për nga Korani, seneti. Ajo na ka urrit edhe dheun ton që shkelim ne, edhe që kemi linë për tina. Serbët i ka pëngu fort, jo vetëm gjuha, por edhe feja. Lejti prallat islamofobëve të cilët thonë se shkaut se ka pengu feja, bla bla bla, me pas ditë shpshel xhamia të
O, pasha Allahun e ka përdor atë si mas për deri të vinë ditët e veta. Se kur erdhen ditët serbët shka i bojnë rafsh me tokë 130 xhamia pas sa i boni, edhe pat plan edhe tjerat, e çka bonin në Bosnë me xhamia? Çka bonin? Dhe lexoje planin e Çibrollovicit. Lexoje planin e Çibrollovicit e shef se çfarë thot për hoxhallar dhe për xhamia. Për hoxhallar, për fe, e për vorët muslimanëve, po për hoxhën, klerikun e hoxhës. Lexoje çka thot. E ta ne kupton se sa Serbia ka urrëtur dhe vazhdon të urrejnë dinin islam. Pra, serbët e kanë dëshmuar armiqsinë e tyre kundër nesh, por si duket ata nuk ndalen. Nuk ndalen për interesat e tyre. E si duket interesi tyre është me krijue huti mbrana komuniteteve të ndryshme, mbrana popullit tonë të vogël, me krijue sa më shumë përçare, qoftë nga rrafshi politik atje, se dhe që ishte i huntaj, mëse tëtë, sa pëtët që ishte i huntaj në për parti politike, po pasha Allahun ishte në i huntaj dhe fardvile. Që mi shtë mirë dalin plët që atje nalë, që rejnë gjyks me kravat atje me këmishat bardha, rejnë gjyks patriotizm, dalin plët që bashkëpunojnë me Serbin natën dhe ditën. Dhe goja mjallë që i qëtë kërë fletë me Serbinaj, serbisht. Se vjen ma lezeshme sa me folë shqip. Po. Edhe këtu i din inteligenca jonë, pasha Zoti i din. Nuk përnë që i din presje për presje, se presje për që dhe vetë Zotë ati kofshin falë. A i din që të gja, ati si më shefet kur gja. Por shumë të vërteta, i din që ta djemë të tonë, që ta herojat të tonë. Pra, ke dyta. E treta, mund, nuk e legjike, por është realitet, që se këm pak më heret, që Serbit blej njerëz me pare pa pare. Njerëz të fushave, të nivellet ndryshme, akademike, shkollore, intelektuale, tjere. Por, xhamatën e xhamijave dhe namen të fejës, aje bën, po kjo për neve rand për popullin tonë. Andaj kjo rast i fundit, këto në ka prek njeve shumë. Shpirtnisht. A më jep qartë mesazh se Serbi dënë me kriju trazira dhe brenda komuniteteve muslimane. 4. Munafiku është munafik. Dhe njeriu i cili bashkëpunon me armikun në dëm të fesë, në dëm të vatanit, ai ka është një emën të Zoti, ai është munafik. Ai është munafik. Ai është munafik dhe mos dësho kur. Njeriu i cili shpionon kundër vatanit vet, kundër popullit vet, kundër dinit vet, ai është munafik. E mas pak të ka rëndësi, a ka mjekër, a s'ka mjekër, a shkan xhami, a shkan në kish, a shfaqet si njeri fetar, si njeri human, i devotshëm. Zotë nuk mund me qenë munafik, pa e pas haptat e cilësit e burrave të mirë. Nuk mundet me qenë munafik, nga se zbulohet let, nga se nuk i shitet. Për atë munafiket, që nga ku e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kushin një më mirë se sa Allah munafiket. Andaj edhe ka përshku pejgamberit në Koran, o Zoti i madh. Sa në detaj ka përshkruar Allah në surët e Tobe munafiket. Po edhe në surët Muhamedi ka përshkruar Allah munafiket. Me lloj cilësish, e tipare të cilat i kanë ata. Ata për tipareve tyne, kur janë para muslimanëve, nuk lejnë me folë ty, ja do të me folë për fe. Kur flasë për humanizëm, ata flasë për humanizëm. Kur flasë për xhenet, ata të me folë për xhenet. Sepse duan xhenetin shumë, sepse ata veç vajen pe ashk, ashika. Kupton termin ashik, kur shkrihet për dashnin që ka ndaj xhenetit, ndaj Zotit. Këtë pejgamberit, munafiqet vinin saft parë.
saft parë, në xhami. Po jo të gjithë, s'ishin në nxanë. Dhe ata mendonin që po i mashtrojnë pejgamberin muslimanët. Në fakt muslimanët i mashtrojnë, po pejgamberin e Zotit s'e mashtrojnë. Sepse është inspiruar prej Allahut. E Allahu thot për munafiqët për shembull në surën Muhammed: "Ema hasaba alladhina fi qulubihim maradun alla yukhrij Allahu adghanahum." A mendojnë munafiqët që atë urrëtie, keqadashje që e kanë zemrat e tyre nuk ka mjaftësit Zotin paha? Pra sot dëllet shiten që në burrat mirë, e musliman të mirë, e të safit parë, e të dëvëtshëm, e haxhi, Allahu na rujt edhe hoxhallar nëse shiten që është. Wallahi ka mjaftësit Zotin munafik lokon. La ilaha illallah. E thëtë Allah në vazhdim: "ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم." Po të donim ne o Muhammed, do të kishim treguar ty me emën e mbi emën, ja kjo është. Po nuk tregojmë ty me emën e mbi emën. Ja lojna mes tyne dhe Zotit. Ama فلتعرفنهم بسيماهم, ama të kemi kuptu ata me alamete, me shenjat e tyre. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ, ti kemi kuptu ata duke folur. Ka thonë në këtë ajet koranor, të në surët Muhammed, ka thonë Osmani radiallahu anhu. Osmani, kalifja Osman. Nuk ka njeri në fytyrë tokës që më shef diçka në munafiki, e që Allah nuk i aqet që më shef diçka në zemrën e tina, e që Allah nuk që shfaq në fytyrën e ti dhe në fjalët e tina. La ilaha illallah. Nuk ka njeri cili më shef zemrën e vetë, keqadashje, urrëtie, hipokrizi, munafiki, e që Allah s'ja shfaq në fytyrën e tina dhe fjalët e tina. Për ata i që sheh me nurit Zotit, në fytyrë shethet që tina, pasha Allah si besaj, nuk po bëshën zemrën ta. Ja ka mjekra madhe, që këja ty bas, shaj vërës ma bëkëp mjekra tina. Ja kënë saftë parë, edhe esë pëm le për shtypje heq. Zotë më falë, që kë, në fytyrë ty, në tina mu, nuk për mep me kuptu që është bërri mirë. O le tarifennahu fi lahnil qawl, dhe këni me kuptu e në fjallët e tina, i kam ja qitë Zotin fjallë. Pra, për në të kohë, ai ka me gabu, ai ka me qitë, me dashe pa dashe, ose ty kishe pikallëzej dikujna që e kanë besë të menu që edhe munafik, se kështu kanë dohët pejgamberit, të bëllë ata me zvete, ata kanë habite me këtë dinë që njërë për ty në është muslimani sinqerte, ku ta diune, kanë ndodhë raste. Në këtë sotit, javë qëtë Zotin, në përmjet telefonatave, në përmjet emaila, në përmjet, javë qëtë Allahu. Njëta është, kuptimi këta jetë është, ta qëtë Zotin munafik lokon. Ta qëtë Allahu. Pra Allahu munafik lokon, me afqit munafikave. Nën pes, munafikat mund më shifen, mund të më shifen po për një kohë të caktuar. Mund më shifen mas perdës e islamit, të mjekrës, gjematit, gjamijave, po nuk shkën larkë, kom ja qitë Zotin pa. Në gjashtë, tjetë kush tjetë, le të thot vete që ka të thot. Munafik e munafik, kriminal është kriminal. Që ka lidhe që mes muslimanve? Pa në 2 milion shqiptar, 2 milion muslimon jena me preshtim 2-3-4%. E tani, a jena burrat mirë, shumë të mirë, a jena pak ma tëllët, a jena në fund këposht veç një shahadet e bim kur mërmëran fort, e kur të utun fort, na muslimon jena, pëtë, ban anket, dhe bo anket, a do në musliman. Andaj, që ka lidhe e pun, tash pak ka lidhe e pun, është në gjamis, nuk e gjamis, kjo është shqiptar, po, identitetit tina musliman, po, që ashtu është. Po munafik, na dul që munafik, kriminal, na dul që kriminal. Andaj, që për lidh me fe? Që për lidh me fe? Ta 2 milion shqiptar do mi bë terrorista krejta? Pa ta qenë hajna, qenë lopove, qenë drogirashe e mangu për në përzvisër në Gjermënie, jenë mushburgjët për ta në Italije, në Anglije, ku ta dion. Që ka të bëj me feja i? A mund që të bire haxhis, mund në vetë agjeran. Por ta qëku është drogën.
qëkohet që drogën, me çanta me killa. A kam nëtë me rrejtë zotin me gjerushëm. Qa e gjerushëm a? Pa e munafika bre. Drogë me që popullit vetë. Me shkatru, me vranë një milet. Qa e muslimana? Ose e tjetë qelë atje kazinër, ose qelë bastore, e i që mendi të dëgjenerua muslimant, popullën e vetë. Qa e muslimana? Andaj mos e lidhë sanat me islam. Islam është largë munafikave, largë krimit. Krimi o krim, nifak o nifak. Hipokrizia është hipokrizi, dyftërsia është dyftërsi. E shtata, unë i përgëzej policin tonë. Thash fillim, ne nuk ngutemi me dhanë me gjiku për askend, por përflasin në përgjithësi, i përgëzej policin tonë për kujdesin që e kanë me rujt vatanin tonë. Mund të thët dikush hoxha pëllivdën tepër ose mëse me ta. Ashtu pëllivdej tepër, edhe nuk me thonë jam me ta, e si jam me ta, në dy antë mund të glën keq. A që shto? Të lute, e kalëzëm të mu, kur themi një jena me kanë me kana, me policinë Sërbisa? Po, shë zotë e bona policinë Sërbis, pra. Po, jam më pëtat mitjen. Unë jemi ty në këta e në të mitë. Dhe, a nuk jënë të bë punë gjigante të më dha me rujt vatanin? Po, atëre, zarna vjen neve, me falendru njerëzit me përkraha. A shumë na kushton kjo, na do leka që na donë kjo. Me gjithate, nuk përthën që më policjet të njën me lache, edhe s'ka shibla, edhe s'kan gabime, po në përqashto të pëthën edhe veti, pra, në përqashto, po këthën pëthën edhe veti. Qëti institucion që përkasone. Edhe na, pëse na gjëllar të me lache jena? Jo, ty, bënkoshë me lache, heq. Apo? I kena kabahatet e tonë edhe na, i kena lëshimet e tonë edhe na, sepse sa zat njerëzore jena njerëz. Andaj nëse dikush dhe përkraj basin islamone, njërë mëse, pëse për qëtë njërën, je ka ndodhë një rast, dhe rast të vla. Basin islame nuk është janë njerëz, nuk janë të matpeta, nuk janë pa mkate. Tamam? Ose gjemati jonë, të mirë për të mirë dhe janë atë dole një, pa në 10 në dalëshin, pa gjematin të mirë, vla. Pa grunë, se shetë një grunë, një këtir grunë. Edhe i gjelbert, mas në shiju, e djeli tani o zëtë shpirtet knaqet. Por, mas 20 metra një pëllëmit, në 30 metra një, e thënë pëllëmit, gjohën Shqip nuk do fartherë, nuk dishë thëjnë që mi kapë me dorë s'ka që i kapë, ato e dëmë të e fort grunin, e mas 50 metra, 100 metrave, po të ku pikëshirë që atë dole, e plasta, s'po të që me pavë që të pikëshira? Po, shëf grunë e sa i mirë është. Po synit knaqë, se lemu kur bëhet a bere që jetë i krejtë. Pra gjematin të mirë. A më dalin e një arrin armiku me fut. Por, së qelësia policisë tonë, aftësia profesionalizmi tyne, me emër të Allahu, që për vjetë është të zbuluhe njerë të cilët bashkëpunoj me sërë. Për vjetë të këtë zbuluar. Për vjetë. Edhe bindu, e zotë, e dinë më së miri, këto nësene sekretarit i shteti, bindu që ata kanë informata, edhe për shumë të tjerë, kanë informata, edhe shësër që kanë, edhe është bëhë fort mirë, është ne i përgëzojmë, i rëjmë sukses, dhe lusëm Allahën e madhruar që të në ruaj këtë shtetë. Të në ruaj shtetin. O, vëlla në ka sen pa shtet, pasha Allahën sen s'ka. Pasha Allahën sen s'ka pa shtet. O, lazën pa shtet s'ka kërqë. Këqëri palestineze, këqëri atje Kashmirin, këqëri atje Nadiri dje par dje në vetë bre, ka pak qërë kërkon. Hiski në ujme këtë tërka. Pasha zotin që të fjallë, one, ja kisha gëzu me i folë, e kisha bu me nësit dalja shtanin këtë sërbet, me lidhë dorët, e me bomurin me gjak tem, të ftyres tem, me trupi tem, e mësë me mujtë, mësë me pa dritën, me sy, e baki më likvidu krejt, ose shatut me folë. Apo?
këtë sërbit. Ja qa është liria. E këtë liri dhe të me rujtë fort. Tani ata që pënuj me rujtë këtë liri dhe të me qmu, e mi përkrah e më lutë për ta. Se për policin tonë që rri 24 orë atë ku është nevoja. 24 orë, në ftaft, në zet, agjerushëm, pa agjerushëm, të rritur, me kanzerva, me kushte jëtë herë mira, herë lakte, herë terën, herë vape, kanë herë që besat lafte, pa qefe, pa gjume, edhe ata kanë mërzi, kanë gru, kanë fmi, kanë stres, kanë të lashet dënjas, ata e njerëz, ata kanë familje. Ka 12 orë të najt, të rujt, mos po vjen dëshmoni. Sa ta njerëz mos i përkraha, na vret Zoti bre. Mamër se na vret i madhi Zot. Ose këta të cilët i përcjellin, i vëzhgojnë 24 orë, njerëzit mos po don dikush me bën ndonjë të keqe brenda komunitetit musliman ose përgjithësi shqiptarëve, në çfarëdo fushë, çfarëdo rangi qoftë. E zgjatëm, por pyetja është më rëndësi, shoqërë Zoti po përsëris që e kanë kap. E ndalë që ashtu që shket që aty, më zë ma keq. Dhe inshallah nuk ndodhë në raste tjera. Inshallah Allah e runë këtë vatan, e runë këtë popull, e runë këta muslimon. Dhe këta që kemi ndërtu, inshallah, Allahu nuk në bjen me pa me sytë tonë ka rënohet, por në bjen me pa ka ngritet, e avancohet, e buhëm shambull. Shambull, sepse tëna kapacitetet, tëna resurset, i kena me kanë shambull. Kem dinin, kem vatanin, kem kulturin, kem kuadra, kem kapacitete, kem pasha Zoti shumë të mira kena na, për me qenë burrat mirë, e njerës mirë, e shteti mirë, e shteti fort, e shteti stabil dhe mostër për e rajon, po edhe për kontinentin tonë krejt pse jo. Në bënë Allah që zgjatëm, ha? Allah shpëleft hoqë. Nëse pajtohesh, shkojmë një pauzë, edhe pastaj rikthehemi pa të dashur miq, shkojmë një pauzë të shkurtër dhe sërish kthehemi me hoxhën e ndruar me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum sërish të dashur miq të rretës. Jemi rikthyer me emisionin Rruga e Ndriçuar me hoxhën tonë dhe tuajin profesor doktor Sheflet Krasniqi. Pra të dashur miq, Rruga e Ndriçuar këtë emision përveç pranë ekranit të televizionit të rretës, mund ta ndjeshni edhe në Facebook dhe në YouTube të hoxhës profesor doktor Sheflet Krasniqi. Mund të jeni pjesë e emisionit Rruga e Ndriçuar duke na kontaktuar përmes numrit të telefonit 046 22 0022. Po humbur kohë, kemi një telefonat, hoxha pranojmë telefonatën. Alo, selamu aleikum. Përshëndetje. Përshëndetje. Deshta mi apo dy pyetje hoxhës? Po urnoni? Apo me qenë fustana dhe pse janë kështu të gjatë, edhe me mangë të gjata, po që janë të ngushtë. Edhe e dyta, nëse lajmëroj biznesin tem me një emër të tjetër kujt, do me thamë familjarit tem, për një kohë derisa të forcohet biznesi, a e kam hara me emër socialin. E këtë kjarë të pyetën hoxh? Faleminderit, Allah ju shpëleft, tash e merrni përgjigjen për hoxha. Sociali, në parim, është për njerëzit të cilët nuk kanë talent të mjaftueshme. Legjërisht. Fetarisht që të del. Në rëmë të rëndëgjin tjetër. Nëse ne duam të ndihmoj me parat zëqatit, sadakave një familjeje. Deri kur kemi të drejt? Më na minimue kështu mënyrë vullnetare sa të dojna, por për zëqatit. Që kur bëtë të pasur në kemë drejt me zëqatin, s'ka të pëtanë të zëqatin. As të s'ka drejt me adha mu zëqatin. Tërsen, ana kana, as në kana, aja gjë venin, po drejt s'kena. S'kem drejt me marë. Mirë. Në njeri është fëkara. Dhe japëm zëqat. Dhe janë njësa i pënon. Diri kur ne kemi drejt me dhanë zëqat, që me majtë atë, dërsa të bëti pa vararaj. Dërsa të arrin me kriju një idare që më njëhet buke nevojat elementare. Tamam? Për shumë mund të ketë një lopë. Po, me gjitha të hala fëkaraj.
Andaj unë veti mua se dikush të vetyja. A bëbër më ndët para zeqatit, se në me ata kanë një lup, pa as kanë tokë, as kanë tarë në tjera, kanë do smuje, kanë do fëmi kalablak me shkollu, me zërë, pa shkollojnë fëmije, unë thëmi apja zeqatit. Kështu që edhe nga ana e ligjore, këta që kanë caktuar sociale, nëpse socialet e na mduket është një kafshat bukë. Një kafshat bukë sociale. Ata kanë caktuar derisa njeriu të bëhet i pavarur, respektivisht derisa të merr tarna të tjera që mjaftojnë edhe s'ka nevojë për to. Tamam? Se për shembull, këta që kanë qenë veterana të luftës. Ai që nuk ka pagë, shteti ja jep një shumë. Apo? 170-200 këtë disa jep. Po ai që ka pagë, unë që kam pagën tem, për shembull, ose ti, unë tani kam drejt me marrën e pej asaj pagëja? Po jo, sepse ata të kanë thonë qartë, o ju njerëz, o ju pjesëmarrës në luftë, ju veteranës e invalida, këta diun. Nëpse validi ka tretman të veçantë, se numërohet i pa aftur punë. Nëse nuk keni tarnë, jeni të pa punë, ejani me qatë librez, ja u japëm juve, nga një ndihme atë sa ka caktu e shteti. Tamam? Ama nëse keni dikun tarna, mësa mërën vllaznive t'ju tjerve, kolegve t'ju. Kështë me drejta, andaj, na do të me këqyrë, me mjaftu me shtu pagat që i kene, edhe kështu veprojna. Qështja tjetër, për festana, këthe me më të gata. Po, tha ngosht, po. Po, s'po mujnë e shtërngojnë me qatë shumë të ashtë në anë, s'po mujnë, sepse për në dhime këtë qkreta motra. Po, se këtë festana këtë inshallah vesë në për dars me veshë, në për... Po. Të provojmë telefonatën. Provojmë. Alo, selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah. Të ishtë thëmja bëgjës një dy pyetje, po jam pak si të gjata. Pyetja por është se unë ka ndru jetë baba para një muji. Dhe do me thanë dhe atë moment, ajo kanë shnosh, u kanë mirë, nuk ka pas dhim tjera as kur gjo. A dit e ka kop një sëllë në zemër, edhe mjek në kanë thonë që ja ka ruka urtën kryesore. Edhe që e ka pas sulme të një pas njëshme, do me thanë, si mas tymve s'ka mujtë me pështu. Tash, do me thonë, neve, si fëmijët e ti, na ka mirë shumë mene kjo puna, se pse se kemi qute mjeku e këto sene që ajo normal. Edhe shpesh po menojmë se mos po na vinë këto menime prej shejtanit, që po na shten shumë e menu, se na e dim që dekën e kemi hak, edhe kur vjen momente, apet se apet nuk i ka ik. Po imi fiksu shumë as soj pjesë, do me thonë, kemi shumë këto pse. Edhe pyetja tjetër është për dy andra, njënën e ka po vllau, do me thonë atë që u dek baba, e ka po veten që e ka pos gjakderdhje, se i ka ra dikush me thik, edhe kur e ka thirr ky babën, i ka thonë nuk i nevojë për mu, ti je shumë mirë. Edhe andrën tjetër është që kum pa, do me thonë para 2 ditëve për herë të parë, është se e kum pa babën edhe në ndër që deki. Edhe do me thonë ata ne u mërzitëm shumë. Me mërzi po menoj veç me latë, kështu ju me naj përtima po naj fjallë. Edhe atë momenti qysh baba u qu qysh ke ratë, edhe na tha mos u mërzitni për mu. E veç do shta me dita ka naj kuptem, apo dhe këto janë veç pej shejtanit, apo qa është puna. Allah e shpëleft. E merrni përgjigjen prej hoxha. Faleminderit. Selam aleikum. Për punë të andra nuk marrën përgjigje. Për andra nuk marrën përgjigje. Ja, të ndash me dha një përgjigje në të unë, jo. Te që dëmë një përgjigje, për andra përgjigje nuk e përgjigje. Unë kam thonë, motrave vllaznive, për andra mësëm pëtni rizani laf. Sepse nuk përfundojnë andrat. Nuk përfundojnë, gjdo njerin këtë dënja shë andra. Ta shtë të tërgu kjo për andar, mund kujtoj që kam pa andar mare, që pas në pa une, ta të kujtoj shtetë, kujtoj tjetër tjetëri. Do të me pas një program të veçantë për i komentu andrat. Në këse puni se njëse heqë.
Nuk ja filloj. Se më kur gjikon ra, po kohë nuk kena pun tjera ma të rëndësishme, andaj kërkojna respekt dhe mirëkuptim. A zot tjetër. Respekt për ty tjertë dhe mirëkuptim për neve, dhe ndaj nesh. Mos na keq kuptoni. Anërat, tash, ke pati anër ka dik bapë, normalisht që është bë anërën, sepse të ka dik frik, sepse të mëndën ditën për ta, sepse bëllav të anë ditën për babën, nërmër. Se pa papën anër të që ka dik për anë ujë dite. A 2-3 javë, po dëse s'ke bëlla për papën hështi. S'ke bëlla për papën edhe, pëse pa papën anër të më, për që me pa papën anër të? Ose ka dik, ku di në i fa, ku di u shka dik atje, po vëlla, po babën, të sepse je marrë me babë, hala e del për parasyve, flet ditën, për të, me motra, me vlaznin, me vetë vetën flet, edhe natyrisht që dalin anërat. Andaj, s'ki që më marrë me to dhe kërkojna mirë kuptim. Çështja pyetja e parë motrës ke Që ka vdek për zemrë dhe... po, që ka vdek dhe na më bëna marak tash, e kemi që dhe mjeko, nisa do të me pajtu jo, me të se baba ka pasi gjelin, dhe njeri kore ka gjelin, do të me dek. Që ku të dush, bërja ka në dush, bëni që ka dush, do të me dek. Por me gjitha te, me marë se bepet, është në regull kjo punë. Për shambull, nëse ne shohëm dikën që ka temperaturë të madhe, po vinë të shtu. Dhe ne thënë hajtë se i men, qysh pëse i men? Pse se ka pëti vlanë të nëse motrën të nëse prindin të në kjerën e ki. E di qysh në përkrash me qitë e në kërë me qëtë e mjeku. Pse? A nuk është neglijenca e jotja. Dhe nëse pas nesëra e nuk ka e gjell, por paralizohet. A nuk e ndjen vetën moralisht fajtor. Pse neglijove? Po në njëri në rrugë me pa, një këjshi me di që është smut. Një këjshi. Që se ki fare fes. A nuk është etike, morale. Nëse ndëgjën që është i smut, me athirë mjekon, ose me thona, që ka dale të mjekjone? A marë për njerëzina na, pasajina muslimon. Më në thonë zot ditë kemi të robi jam. Po më konë që e djallët, a gruja jote që kështë ba? Që kështë ba? E për nanu ke pa të gajle, e për babë se pa të gajle, e për këshi se pa të gajle. Andaj për këtë sena mundemi runa zëtë, dhe me neglijhu dhe me tu që na hinë gjena, por babë ka pas e gjelin. Dhe njeri ka në herë hutohet o vla. Nuk e dina pa bërë ma mira, që me bëa. Dërë me që thot mësëm qeni që edhe pak nështë tam kalon nështë. S'po dhe insani. Ka në resmu të zdën me që për i tanë, ka në herë. S'po dhe insani. Insani nuk din, habitet, gabon, pse qëllën. Edhe i fakt kur bëll nuk din insani, kur bëll nuk din. As nuk dish me silë në smutin, as me qënosh nuk dish me silë gjithë herë bëll. Ta kur des baba nana i bjen men, se ja bëj shakto, po dhe, po a i si kalon me qëllim, po që, neglijenca, mangësia insan të i manget insan i shkret. Ta shë besët i baba kur ka vdek 2006, para 19 vjetë, unë hala, për dësane kujtoj dhe qërtëve të vetën, thë mirë, unë, pëse se bësha qështu për babën të mëse qështu. Pasha Allah në halatha. Dhe për nanë. Sepse se kam ba, nështë ta këtë që dashtë më ba. Të të sena e më ka bo halal, asë më ka bo halal. Inshallah më ka bo halal, se ku për mu. E ty e tanë dhe neve, por më që kërah të me thanë që lejat për selit. Andaj s'pa pretendej që ku bo namin, ose ku më dole hakesh babes. E ty beni pas që dole hakesh, asë të se ku më ba. Po mangësia e këto, jenë senet njerëzve të përdiqme, jenë këto kuku për neve. Veç Allahu na falë, e na mëshiroft, inshallah baba një zote, motër ka mëshiru, ja rabbi, inshallah e ka namazli. Ajo është me rëndësi, këtë tani anëra pa anëra, se në të vëgle jenë. Me rëndësi, aj që shë ka që në varë.
Lodhni për çato, andaj bëni duha, e bëni istikfar, e kërkoni falje te Allah për babën e juve, ju vlat që kalon përmes, e jepni sadak për shpirtina. Se kom pa ndër, pa mërzit, nësë mërzit në leber, këta sa më së bë egoist. Këtu të qojnë drejt një egoizmi. Që ku gjemane pëkajnë që ka tek baba. Birë. Ty ma shmëdhimet veta se baba që ka tek. Këtë që të bje në mënyrë indirekte. Ma shmëdhimet veta se baba. Lëtë të mërë për baba, mërë. Lëtë të mërë se nuk e ditë të shekati jaj, mërë. Angazhojme këtë energjin tane. Një drejtu të matë Allah, Zotë, ti jam shërë babën tam. Ja Allah, të gjënahe që a i ka ba, që ja dim e që si ja dim. Falja ja Rabbi. E jep sadak për babë, lutesh namazë, lutesh ma sabahit e natën e ditën e tjere. Allah në më shërë të Zotë. Po. Kërkojmë falje prej telefonuesve, se po ikon ka herë për lidhjeve, edhe këto prej pyetje po inë hak bon pyetjen e... Që kemi po tash? Ty bëndi që a bajone. Allah ndërrot. Vesh në zgafshë misionin. Sipas... Edhe diqin, për hinan hakni me, ka pak për të projmë nashta po, s'kam qarë dhe sane pa e sharu. S'pakjo, unë për vlerësej që ashtu. S'pakjo. është mi llogarit telefonatat edhe pyetjet, emisioni jonë një orë, që është i pare po 2 orë, edhe nështë të është mjaftueshëm. A bën pyetjen e fundit për sonde, e kemi një pyetje kështu. A është i hapur Kurani, a ka diçka që është i pasqaruar, duhet të sqarohet, për të përshtatur me kohën e sotit? Që kjo pyetje është e mirë, e qartë, me vend. Ka të drejt njeriu me ba. Ka të drejt me ba një xhamat i thjesht, një intelektual. Ka të drejt me ba njerëzit. Dhe paka shumë, njerëzit e din, jo me të lexuar, po me të dëgjuar, ma shumë. E din, sepse është përcjell gjenerat pas gjenerate, që Kurani është dhe vazhdon të jetë dhe do të jetë një borim i pashtarshëm. Dijesh, jo dije, po dijesh. Kurani u ka dhënë material të mjaftueshëm, thoj të bollshëm, arabëve të shkretëtires, të deves e të palmeve. 3 elemente kanë pas ata, pas qiellit nalt. Sahran, shkretiren, deven, hurme. Kejet atyne. U ka dhanë material sa të dosh. Dhe me lezu surët me kaset, të ashtë të quajtë të mërtuara surët me kaset të zbritëra në Mekë një periudhën e parë sa ishte pejgamberi ende pa shpërngullu 13 vjetë pas nga dita shpallje sa ishte në Mekë quhen surë me kasë. Plët me argumente për arab të shkretëtires. Ato argumente vinë dhe për sëtë, por aty nuk kanë dalë bëllë. Korani ka dhanë material të bëllshëm me shekuj njerëzve deri së dhe kësaj dite. Korani o jep material të bëllshëm të gjitha shtresave dhe niveleve të njerëzve. Nuk ka shtres e njerëzve, rang e njerëzve, që nuk e gjojnë vetën Koran, apo që nuk ka Korani material për ta të mjaftueshëm apo të fushës tyne. Nëse nga çabanet, nëse nga nanat, e cila lind fëmijën, nëse nga baba, e cila do kanë dhe kujdese për fëmijën, nëse për fëmijët të ndjep atje dhe para se me lind atje. Atje hakun e burët, atje hakun e grus, atje hakun e kojshis, atje hakun e shoqëris, atje hakun e shtetit, atje hakun e njerëzën e përgjithësia, atje hakun e botës shtazore, botës bimore.
për mësuesa, për edukator, për sociolog, për psikolog, për filozof, për luftra, për strateg, për komandanta, për lider, për marrëdhëniet ndërkombëtare, për shkencë, për matematikë, për fizikë, për gjeografi, për histori, për gjuhë dhe letërsi, për gjeodezi, arkeologji, për astronomi, o Zoti i Madh. Andaj, dash fizicianët, dash kimistët, dash astrologët, dash astronautët, dash matematicianët, dash të gjithë e gjojnë vetën e Kur'an. Dhe Allah i madhruar thot, se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kemi me vazhdu, në vazhdim kemi me ju shfaq, në vazhdim kemi me ju shfaq, me ju qitë në pa, atyre, argumente, mrekulli, të ndryshme, në vetë vetën e tyre, dhe në këtë kasmas. Në vazhdim, që kupton s'kanë qenë në herët, ka marrë 3 argumente. Dere sa të kuptohet se Korani është hak. La ilaha illallah. Dhe për të vërtetuar këte, merri mrekullit shkencore të cekuran Koran. E qonë për faktin se Zotim ka ndëruar mua me komentu Koranin pej fillimit i dekterit e gjuzë 27 gati, kam kaluna për shumicën a jetet që flasëm për mrekulli shkencore, ku çka ka ditë shkenca për mënyrën e formimit të frytit në embryembra, në mitër. Pa mi lexu të thonjët të filozofe greke, aty në të krishtere, aty në të qefotet të tjerve, se qysh formohet fëmiu të keshbe, të pralla kjo kamre. Ndërsa, Korani i zbritur në shkret të tjere, një njeriu i cili është analfabet, nuk dhe shkrim, nuk dhe lexim, edhe komplet popull analfabeta, me prashtime shumë të vogla, me të kallëzu ty në atë zaman, në atë kohë, fazat e formimit të embrionit, me të kallëzu ty në atë kohë, errësira, dallgët, shtresat e detit, të atmosferës nalt, la ilahe illallah, me të kallëzu ty në atë kohë, se toka është të rëmbëllakët, në atë kohë, me të kallëzu ty në atë kohë, Korani, se kjo tokë sillet, dhe se planetet sillen, çudira mbi çudira, mrekulli mbi mrekulli, por ato nuk janë për njerëz të thjeshtë. Të embrioneve janë të mjekësisë, se janë shkencës mjekësore, pa ato detit janë shkencëtarëve të veçantë, pa ato të yjet planeteve janë të shkencëtarëve të veçantë, pa ato ngjarje që tregon Allah Azza wa Jall për pejgamberët e mëhershëm, po të mëhershëm të tjerë janë çështje të historianëve, gjeografëve të tjerë. Andaj, Korani vazhdon të jetë një bërim i pashtershëm dhe nuk përfundon deri në kiamet. Nuk përfundon deri në kiamet. Sepse Korani ka zbritur për kohën atëherët, për kohën e sodit dhe deri në kiamet. Për çdo kohë, për çdo gjenerat, për çdo shoqëri, për çdo shtresë, për çdo vend. Andaj duhet i përshtatet çdo kohë dhe çdo vend. Dhe kjo është edhe për fund. Ku ka jetë shkenca sot? Sot të dush ka jetë. Por me gjithate, që ta mërmenja, arriti shkenca deri në këtë kohë ta sfidoj Koranin? Apo edhe me te i Koranin sfidon shkenca? As nuk do të arrit deri në kiamet. Arriti shkenca ta kundërshtoj diku librin e Zotit? Me rëndalesat, që kam problem një pjesë e shqiptarëve tonë nuk shtin krysë rakia është haram. Hala kanë problem. Përderisa këtë Evropa, i madhe i vogël, jenë bindur se alkohol është i pushtër. Dhe se të tillë nuk bën me pi, nuk bën me shite, nuk bën me e tjerë, që i dina ne, ma dje dohanen se lejmë alkoholin. Këta muslimën të mi këtë tut, hala filozofoni, jo ka nëzete, jo pi dikush, e so pi, jo ka dalu Mahamed. O,
ti a ki tru, mëre. Po nuk ka ndalu pejgamberi, ka ndalu Allah mas pare, tani pejgamberi. Ose puna derrit, pse më ndalu Allahu derrit? Së dio këqyre pse ka ndalu derrit. Pse më ndalu Allahu shtazën në ngorrë, që hajnë pagante, hajnë dhujtartë, hajnë indiante, kinës të karanta, se qenë selan atje. Po Allah, në shkërmi kam lezuar, në shkërmi në internetës, në Al Jazeera më duket, website Al Jazeerës, nëse s'gaboj, i ka ardhë në Wi-Fi, ai bosë madh atje në Kinë, në Korenë Veriore, ka ardhë nuk e që ka qenë nga që shtetit. Se embargo, që ka qenë e masat i fshinë ata. O, zëti madh. Anna muslimat e hajnë ashtë asë të ngordër, e hajnë ato. Po në mënaj përmena, e qesë më ke që kina mrana. Këqëri zbulej, së djej, pas të këqëri të pëse ka ndalu feja. Hajtë këqëri. Dhe kështu me radhë. Po dhe në farzëve. Këqëri do bitë edhe urësit e Ramazanit. Këqëri do bitë urësit e pastërtis me gjënë blokot. Këqëri. Të abdestit. Këqëri pastërtit nga të hrejtë Allahin dëroft. Do bitë urësit. Këqëri urësit e sënetis. Këqëri urësit edhe e pa deteve. Dete zeqate, dete haqe, dete. Këqëri. A shef se dini vazhdo në tjetë aj që ka qenë dhe do tjetë si t'il derin kiamet. I pa më poshtor, i pa sfiduar. Jo të më dini si din komplet, por edhe gjdo dispozit e tina veç e veç. La ilaha illallah. Sepse është në Rabbil Alemin, për Zotet e gjithësis. I cili din të gjdo gja. I gjithë dishëm. I jort. I gjithë më shërshëm. E barek e ta'ala. Se zgjatë në bëne halam. Hoxha Allah në rëft, sonë të si rallë herë, kemi zgjatë minutat të cilët të kemi para pa me emisionin, një falënderoj shumë. Allah në rëft, shpresojmë që të kemi përfituar dhe pa dyshim që kemi përfitojnë për i këshillave të juaj, në lusim Allahun që t'ju shpërbej për këshillat që përna jepni. Të dashur mes të rretejis, Allahu nderoft të ju shpërblet për kohën dhe për vëmendjen deri në javën e ardhshme. Miropafshim, paqe dhe selam për ju.